Njerëzit digjen shteti krihet, a prisni të digjemi të gjithë, shtet I improvizuar, jeni vrasës e jo udhëheqës, drejtësi e jo pazare. Këto ishin disa nga mesazhet në pankartat që qytetarët mbanin në duart e tyre në protestën e thirrur nga Iniciativa Zero, që u mbajt në Tetov me motën Protestë kundër korrupsionit që vret, e cila filloi nga sheshi Iliria e më pas u zhvendosën para gjykatës së Tetovës. Qytetarët kërkojnë drejtësi dhe përgjegjësi të vërtetë për rastin e djegjes së diskotekës në Koçan, djegjen e spitalit modular në Tetov, djegjes së autobusit të Besa Trans në Bullgari, por edhe të aksidentit të autobusit të Durmoturs. Njëri ndër organizatorët e kësaj proteste, Blendi Hodai, tha se korrupsioni, paaftësia dhe neglizhenca politike janë pengesat kryesore që minojnë besimin e qytetarëve dhe dëmtojnë themelet e një shteti ligjor dhe të drejtë. Dhe më shumë se kur sot kemi nevojë për zbardhje të rasteve, dëshkim të fajtorëve dhe vendosjen e drejtësisë për të parandaluar përsëritjen e veprimeve që po na vrasin. Ne duam institucione përgjithëse e funksionale. Ne duam drejtësi pa dallavere. Drejtësi që fajtorët I kanë në burg e jo në pozita shtetërore. Një familjar I viktimave të spitalit modular në Tetov tha se ky sistem I dështuar I njëjtë ka vrarë edhe 14 persona që kishin shkuar për të mjekuar. Po ky sistemi I njëjtë vrau 14 familjarët tonë në spitalin modular. E askush më mirë se ne nuk e din si ndjehen familjarët e viktimave në Koçan, që humbën me më të dashurit e tyre. Ato u dogjën kurse neve vazhdon të na djeg shpirti çdo ditë se ne se bindemi që të gjitha këto tragjedi nuk janë rastësi. 4 tragjeditë e fundit kanë një të përbashkët, korrupsionin që I vrau gjithë. E për korrupsionin dhe për politikanët, disa fjalë I tha edhe Burim Islami. Askund në botë, vrasësit nuk lëvizin të lirë ashtu siç lëvizin tek ne. Absurditet kush po na udhëheq. Para zgjedhjeve dhe para marrjes së pushtetit të gjithë shtireni engjuj, ndërsa më pas jeni gjaj të cilët orkestroni ferit. Ju jeni njerëz të cilët Zot e keni paran, ndërsa praktika juaj fetare dhe morale është korrupsioni, me të cilin na e dogjet shpirtin qindra familjarëve dhe miliona banorëve të këtij shteti. Nga tragjedia në tragjedi, shtoi Islami, ka vetëm një progres, e ajo është progresi vetëm që numri I viktimave vazhdon të rritet. Ndryshe, qytetarët nuk I pengoj as edhe shiu që ata të dërgojnë mesazhin e tyre, duke thënë se çdo tragjedi ka të njëjtën dhimbje për të gjithë. Nga Durmoturs dhe tash në Koçan, 1 minutë heshe.